Syri i Kaltër është kthyer këtë fundjavë në një nga destinacionet më të vizituara në jug të vendit. Temperaturat e larta kanë shtuar lëvizje turistike drejt kësaj zone, ku vizitorët kërkojnë freskinë dhe bukuritë natyrore të një prej atraksioneve më të njohura të jugut. Është hera e parë që vim në Shqipëri dhe po e shijojmë shumë. Syri i Kaltër është një nga vendet më të bukura që kemi vizituar deri tani. Uji është jashtëzakonisht i pastër dhe ngjyra është fantastike. Natyra përreth është shumë e bukur dhe të jep një ndjesi qetësie. Patjetër do t'ua rekomandoj edhe turistëve të tjerë që të vinin dhe ta vizitonin. Na pëlqen shumë Shqipëria dhe sidomos vendet natyrore që kemi vizituar. Syri i Kaltër është vërtet mbreslënës. Pamja është e mrekullueshme, uji është i kristal dhe atmosfera këtu është shumë e veçantë. Edhe pse ka shumë vizitor, vendi ja vlen të shihet. Është një eksperiencë që do ta kujtojmë gjatë. Fluksi i turistëve është ndjerë gjatë gjithë këtyre ditëve me vizitor vendas dhe të huaj që kanë zgjedhur të kalojnë disa orë pranë ujrave të kristalta të Syrit të Kaltër. Peizazhi, natyra e gjelbër dhe temperatura e freskët e ujit e bëjnë këtë destinacion veçanërisht tërheqës gjatë sezonit të verës. Temperaturat janë shumë të larta këto ditë, ndaj ky është një vend perfekt për t'u freskuar dhe për të kaluar disa orë në natyrë. Uji është shumë i ftohtë dhe i pastër, ndërsa gjelbërimi përreth e bën peizazhin edhe më të bukur. Është një destinacion që duhet vizituar patjetër nëse vjen në jug të Shqipërisë. Vizita në Syrin e Kaltër shoqërohet edhe me eksplorimin e zonave përreth, ndërsa turistët shijojnë natyrën dhe mikpritjen lokale. Rritja e numrit të vizitorëve konfirmon edhe një herë interesin në rritje për turizmin natyror në jug të Shqipërisë.